أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين. Faleminderimet Allahu Gjelle Gjelaluhu, për shëndetjet tona të përzemërta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahun e lutim që ishë në fillim që prej Kurani Kerimit na mëson gjëra që nuk I dimë dhe na tek ato që I kemi harru. Bismillahirrahmanirrahim, ajeti numër 9. Wa 'ala Allahi qasdu as-sabili wa minha ja'irun walau sha'a lahadakum ajma'in. Edhe me radh inshallah taala për jetimet tona në suratun Nahl me Kurani Kerimin zbashku me xhamatin ton xhamie dhe jashtë xhamisë inshallah taala. I nderuari xhamat sonte për jetimet tona me fillimin I kemi në ajetin 9. Wa 'ala Allahi qasdu as-sabil. Fjala është për rrugën e drejtë edhe rrugën e vërtetë të cilën njerëzit e kanë obligim me pasu, e kanë obligim me ndjek. Rrugët në Kurani Kerim dahen në dy edhe nuk ekzistojnë më tepër. Ato janë rruga e drejtë, të cilët rruga Allahu në Kurani Kerim I ka thonë siratul mustaqim, ka thonë rruga e drejtë. Na ka mësuar Kurani Kerim me alip Allahu Gjelle Gjelaluhu qëndrimin në te, duke thënë 7-9 herë në dite, nëse vetëm farzën e falim, ihdina sirat al-mustaqim, Zot në ndihmot kam ngulemi në rrugën e drejtë. Pra rrugët janë di. Në suratul Fatiha është ihdina sirat al-mustaqim. Në suratul Nahl ku jemi na këtu, ka thonë wa 'ala Allahi qasdu as-sabil. Këto Allahu përdor në një metodë krejtësisht tjetër për të njëjtën rrugë. Tingëllon kështu xhamatin ndershëm, sikurse Allahu Gjelle Gjelaluhu kur e merr obligim për sipër njerëzive me avbatër qartë rrugën e drejtë. Mirë po, në Islam tani është ndaluar rrept që ne të thojmë Allahu Gjelle Gjelaluhu këta me ba e ka detirë. Në Islam kjo rreptësisht ndalohet. Është një mezheb e ka emrin mezhebul Gjebri, në mezhebin e ative kjo lejohet. Thojnë ato, Allahu e ka obligim me shdrip shi, Allahu e ka obligim me shdrip bor, Allahu e ka obligim me bon zet, Allahu e ka obligim me bon musliman. Këtë këtos janë regull, për shkak se aj ati kur gja obligim së një ban. Aj pra, I ban punët me qka? I ban punët me qëndrimet e maruna nga fill aji, Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu. Edhe për ata sash obligim asgjo. Për obligim për ka është? Obligim ose ndalim vazhdon për neve, jo për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Mirë po këtu në këta jet, thënë wa 'ala Allahi qasdu as-sabil, në tingullin kinë se është obligim, a I spjegon dishka krejtësisht qëtër. A I thot kështu, alam naj'al lahu 'aynayni, njeriut a si dhash disi, thënë Kurani Kerim, a si dhash ati unë disi falas, wa lisanan wa shafatayn, I dhash gjua dhe buz me fol. Edhe tha wa hadaynahu an-najdayn, tha I kam bat të qarta për atë di rrugë. Një rrugë ka emën, edhe rruga tjetër e posedon emrin e vet. Edhe rruga numër 1 ka emrin rruga e drejtë, rruga e shenjtë, kurse rruga tjetër e ka emrin rruga e humbjes, tariqut dalali I thon kursin e xhamis. Rruga e humbjes. Rruga e humbjes është rruga e kofrit. Rruga e humbjes është rruga e munafiklëkut. Rruga e humbjes është rruga e hajnies. Rruga e humbjes është rruga e tradhtisë. Rruga e humbjes është rruga e shpionimit. Rruga e humbjes është rruga e papunës. Rruga e humbjes është rruga e mërzijës. Rruga e humbjes është rruga e ignorancës. Këtë këto janë rrugë të humbjes, së bashku e kanë emrin dalal, me një fjalë, humbje. Edhe një adres tjetër e banë kjo rrugë, rruga e shtremt, ma shkurt, kjo janë rruga e shtremt. Allahu Gjelle Gjelalu tha, rrugën e drejt, unë javë baj njerëzve të qartë, edhe I therri me u kapë për te.
Ka thonë Kurani Kerim, wa minha jairun, në këtë sura, në këtë ajet, wa minha jair. Ka thonë edhe disa prej rrugëve janë të shtremta. Shashiqotash. Tash vjen komenti, ki ka përkthim. Tash vjen rrjedh komenti. Pra rrugën e drejt e drejtoj unë, tha Allahu xhelle xhelaluhu. Rrugën e shtremt e shtremoni ju. Këta duhesh ta nënvizojsh edhe ta mirësh me veti. Kjo është ajo që e merr xhamati me veti kur dalë pi xhamie prej ajetit. Rrugën e drejt unë e hartoj edhe e sqaroj ata me argumente. Tha wa minha jairun, nuk tha wa ala Allahi jawairu at-tariq. Tha unë i shtremoj, tha shtremtën e shtremoni ju. Disa prej rrugëve janë të shtremta. Çka u bë? Halasa krikej. Na jemi këtu duke komentu fjalën e Allahu xhelle xhelaluhu. Sa i kemi në aftësit me juve së bashku du të me hinë thellësi. Allahu xhelle xhelaluhu ka kriju njeriun edhe i bëni ati di rrugë. E lutjaj, e thirraj me Kur'an me zgjedhë të vërtetën, me zgjedhë të drejtën. Mirë po, këta tash që duhet të mësojmë ashtë thelbi i problematikës, se ai xhelle xhelaluhu njeriut ja dha mundësit me ditë me i dalu rrugët. Se s'ka pas kur një vlerë, nëse Allahu të krijon tije, edhe i ban di rrugë, i qëtë di rrugë në shash, mirë po tije nuk t'i jap një jetët për me ditë me i zgjedhë, ato s'ka pas kur një kuptim kjo punë. Tha ai, unë t'i kam dhanë mundësit e zgjedhjes edhe mundësit e pamjes, e shaf rrugën e drejt, edhe mundesh me zgjedhë ata. A ka argumente konkrete po dojtë? Po. Do janë të fletë të shpia të shporeti, do kanë ardhë në gjami, këto janë di rrugë. Do kanë ardhë në gjami me ndëgju fjallën e Allahu në suratun Nahl, qertë kanë të shporeti janë të fletë. Ka plët shti të shporeti që janë të fletë, se s'kanë faj, është atmosfere mirë, është shporeti i nëzër, klima jashtë a gjomit është eftoft, havaja është krejtë si shdimën, edhe është pozitë shumë e mirë. Po së të qirë funi se ato kanë ngu prej dërësit gjeqi, prej hajvanve ka nëzeftësia, po. Lëkura ative jatë nëzeft, e sot e kanë shtru më një hartë të shporetit disa prej ative, edhe e kanë pa për gjomit që ka pëndodhë. Njoni ka arë prej Preshevës në dërës këtu sot në gjami, a i qëtërisën ka arë prej Katunit, se ashtu për e donë klima. A i ka në dhomën e vetë si pas modernizimit bashkohor, klima anë lagën. Në regull, klima anë lagën, të shporeti. Rinë këto. I këto janë di rrugë. Pra në gjitha fushat, në gjitha prizmat, janë di rrugë. Rruga e vërtet edhe rruga e humnarës, rruga e humbjes. Allahu xhelle xhelalu tha, këtë shtremtën ju e shtramoni, se për ndryshe ti e din se shka bëhet në xhami masiqinie, e qosh me rabdes ven këtu e ke zgjedh rrugën e drejt. Ani mundësit i ke me zgjedh. I posedon syt, i posedon veshin, i posedon ti mend, e posedon mendën që është më me rëndësi për gjithve, i posedon këmbët e tua, vendin e di xhamia kua, qendrën e di Ramazani se ka ardhe di, kejt pun ti din, ama se nis, nuk e nis trenin, nuk e zgjedh ti me nis kerrin, po e zgjedh me majt shimëm. E pastaj rinë ti tash të shporeti atje dhe ma vonë pyt. Po që kështu i shkon kjo në faka muslimanve? Kjo i shkon që na mrap metëm. Jo, s'kan met muslimanët, ti ke met. Muslimanët kur s'kan met mrapa asni here. Po kan met mrapa ato që u largun prej fes. Ato që zgjedhen rrugën e shtremt kan met mrapa. Allahu xhelle xhelaluhu than Kurani Kerim wa hadaynahu najdain, i kemi bërë di rrugati. Tha wa ala Allahi qasdu sabili wa minha jair. Tha unë hartoj rrugën e drejt, unë sqaroj ata me argumente edhe do e majnë rrugën e shtremt, nuk ngasin ka, nuk hesin ka e vërteta. Mundësit i kanë. Din zanës në shkollën fillore të mësuesi. Mësuesi kur t'i japet detyrat e shtëpijës në drasën e zezë, aja thot, ju këto kanë e majt e klasës, keni me i bo këto detyra. Ju qertë pra nuk i bani se zgudzoni me i bo. A ka kësi punë bot dikon? Nuk ka pra. Mësuesi kur t'i japet detyrat t'i jap për kejt në zonësat. Sa mirë. Allahu kur e ka zbrit Kurani Kerimin, për musliman të ka zbrit, për ato shka si janë musliman se ka zbrita. Jo,
ki Kur'an është i zbritën për kejt njerëzien, edhe është dhënë detyr shtëpi edhe detyr klase bile për kejt nxënësat. E tash ti kur dalin kur prezilja me dal prej klase, vinë nxënësat të shtëpia, nesër shkojnë do me detyrat bome, do detyrat pa bo. A mësuesi ka faje të nxënësat e kanë zgi, kanë dar rrugët edhe i kanë zgjedh. Jo mësuesi i dha detyrat për kejt. Do nxënësa pra e kanë zgjedh rrugën e drejtë, edhe i kanë shku mrapa asa, i kanë shku me detyrat bome, i kanë mor notat e mira, e do e kanë zgjedh lejën edhe hajgarën edhe nejen edhe fletjen edhe gjumin, nuk i kanë bo detyrat, kanë shku, kanë hinë klasë nesër pa detyra. Këto i hanë shkopit, qertë i hanë peshqet, në regull, a kanë e qdo gjo në regull? Çdo gjë është në rregull, mësuesi asnjëherë si ka fajet, Allahu xhalla xhelalu pra boni rrugën e drejtë edhe rrugën e shtrembë, sa këto të dijat janë. Ndjekë drejtën sa ha shkop. Të më falni, ndjekë drejtën paguash, e lën të drejtën ha shkop. Me siguri do të haj shkop. Kështu të jesh i bindun, ani jo shkop mësuesi. Jo shkop mësuesi krejtësisht tjetër, s'ka fare lidhje me ata, po shembujt janë shumë të qartë. Është një gjë me rëndësi të madhe, se një u dhe ka em në rruga hidajetit, qetra ka em në rruga humbjes. I ke mundësi të zgjedh vetë, si nxënësat të shkolla. Njoni ka hip në kerr, edhe qetri ka hip në kerr, të shtëpia kanë hip në kerr rahat. Kanë dalë prej dhome i kanë kallë kerr. Di vllazë, më shkurt. Di vllazë një ditë kanë një kerr. Kanë dalë prej shtëpia rahat pa problem. Tu shku në udhët e poshtë, njoni e ka ngacmuar me diçka, kerrin mrapa, a me një llam, a me pak gas, a me këta. Edhe e nëzhe ketë për mrapa, do me i dalë vlajt para. Edhe aj pak gas, do me i dalë vlajt para. Edhe aj pak gas, do me i dalë vlajt para. Para se në mërin qitet, njoni apo të dit, e kanë përqafu banderën. E përqafojnë banderën. Këto në borri patën muhabetet mirë. Kanë regull, në start. Në start kanë regull. Deri mërinën të nishani, këto humbën. E qka u bërë të ashti? Na nuk kudzojmë me thonë në islam, se sa shë vërtet. Allahi e kishte shkru që i ki kështu, jo. Allahu e ka shkru ashtu si që dashte ti në borë me dalë, po pastaj qka u bon? Pastaj ka hinë qëtër kush në rrugë. Ka hinë qëtër kush në rrugë. Qaj qëtër kush e ka emnin shejtan në Kurani Kerim. Aja ka emnin shejtan në Kurani Kerim. Edhe a i mësusi qëtër, kur ka hi a i të katru s'kamën të papuqja, atëherë ka ndodhë të qëra gjona. Këtu Allahu gjëlle gjëlelu ka thoni, ju po e zgjellni. E qka u mërvesh kështu pra, për shkurti, një qëndrim, një dëshirë Allahu tash e plot, a i krinë punë të veta me ta, në njerëzit kemi një dëshirë gjismake, një dëshirë qereke, një dëshirë fartal dëshirë, me të cilën i bojmë punë të tona, edhe i marrë me qëndrimet të tona. Ajo absolute Allahu ka vendosë sot me rabor, urno, dilë thuj mës të bere, nëse je dikush, nëse me ndonë se je dikushi, dilë thuj të apendrojmë pak. E ka para pa aj që tash tjetë qështu që shash për jashta. E jo t'ja me nejt me unëzhe me drua gje. Ti shko ber dru. E jo t'ja ndru, Allahu nuk ben drum prej mali. Ashe jo t'ja drut me i prun. A i vendos me u bo vera dhe me u bo vap. Urdo ndroje si dush. Kjo a ati, absolute. Ajo shka të përfshin ti ash që ti berberit me i thonë. Flokt lemi 5 cm e gjimës. Allahu tash me bin flok në kryen tane, edhe me urrit ato e jo t'ja është me i kalzu berberit qish me t'i hek. Me shku në karik me ullat edhe, me i kalzu më njëherë hala pa e hek jaknën. Michael Jacksonit frizur. Jacksonit frizurin, Gjallis Lupçanit frizurën e Michael Jacksonit. Shatin sa një sa që ka të koshi kalamoqit, varëm frizurën e ka të Jacksonit. 300 mark s'ka arrit me i zhvillun këtë verë me i prute shpia të nejtë dur në gjepa, ma i cën e ka të Elvis Presley. Elvis Presley $50 milion në bank. Edhe plus kefir, kin rrugë qeter, a i në rrugë qeter, unë rrugët jam të i spjegu sot, me jetën e parë. O gjali jam, o vlau jam i dashur, ti qelisit, ti jetë ka hi e jotja, ti jetë ka hi ana jote, a ti ka hi ana vetë. E mos i përzi anët, se pastaj të përzien rrugët. Mos i përzi anët, pastaj të përzien rrugën. A ban me të pyet diçka? A ke pa Michael Jacksonin me xhipet e njare? A ke pa me xhipet e njare princin? Jo se vesha i xhipet, po ti pse me vesha një më të shka u va me ti? Mos i përzi rrugët. Se s'tka hije, nuk t'ka hije. Ani, nashtë, kur jam këto një shembol, shumë thjesht,
E disa thjesht, sa që i ban edhe mos me e thonë. Qa që i thjesht? Zban me i përzi rrugët. Burri me dal në rrugë me shtikla për trotuari kur të hece me asi sandalla me moje. A rruga përzime kjo? Ashtë kjo rruga përzime? Me dare me fostan për sokaki këtë rrugë janë të përzime. Po dhe ajo gruja shka i ka bon flok 5 cm e gjimës, edhe ajo i ka përzi rrugët. Edhe ajo i ka përzi rrugët. Edhe ajo që i ka vesh ato farmerkat edhe 5 herë më të ngushta se ajo, edhe kjo rrugë e përzime. Pra mos i përzini rrugët. Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an tha, wa ala Allahi qasdu sabil, ma nëse i cilë rrugën e drejt, ma nëse i cilë rrugën e vetë, bani punët ashtu se i cilit në veti, në fush veprimin e vetë, ju kanë hije, mos i përzini. Për ndrishë ka thonë, wa minha jairun, e thonë e disa i lakojnë rrugët. Njoni shkon beson Zotin, edhe beson se a i ka një gjallë. Kështu e beson. O min hajair, edhe beson Zotin edhe ka i një gjallë. Pastaj ai gjalli ka një non, ama Allahu s'ka grua. Edhe del ngren tragishta në rrugë, thotë, tragishta. Allahi, gjalli edhe nona, treve. Që të thotë, ja, s'ka grua, veç ai edhe i biri janë ngren digishta. Ki gjalli jem piketon edhe ki do të ngren digishta. Demokraci u bon. U kri ngren digishta. Njëri digishta, ki digishta. Analet me studiu, analet me pyet, kë ka kjo burimin, e cilës rruga kjo, ka rrjedh kjo, prej ka kam ri këtu, kush e pruni, kush na i solli këta, këtë, absolut, fush. E pse kështu? Këtë po i ngren dhe une. Pra atëherë ti i ngren digishta kështu, edhe kur shkojsh me pa njën spital që e kanë bo operacia, gjë i shef një 10 vetë me një sol shtrim, me një dhomë, edhe ti duesh me ushtrim, se o të pistone, pse ke ra këtu? Këshin ra dhe këto. Ra shune se këshin ra këto. Kur të asish njonin rrugë, kërri u ka prish, janë të shtinja 5 vetë, shdrip edhe ti del kërri tanë, për për mas me shtin. Po qka u banë vla? Po ti keve mirë shtin kërri, jo, po këto për shtinshin, po shti edhe une. A kështu shkojnë punëta? A kështu shkojnë punëta? Jo, e ti e gjemati kuje, ti e gjemati një gishti ti e. Ti je gjemati një gishtit, Allah jot anja, a i s'ka fmi, kul hu Allahu ahad, Allahu anja, Allahu samad, për ata ke ti nevoja, i s'ka për ti nevoj fare, lem jelit s'ka lin prej kërkuj, valem julad, as që ka lin kush prej ti, valem jakun lehu kufuvan ahad, as kush se njale ati, aja është një, ti pra gjemati një gishtit, si ta bojmë me gishta, ti je gjemati një gishtit, edhe këta fute, qene këtun, heki shtrafat, heke një copë koce, edhe fute këta në krije mrena mbylle, edhe për gjithmon, mo qashtu ne e mo. Me padri njëri me kundër ndora, do t'i e kësh kundra ndora, do t'i përse ka ki kundra ndora, i këshin e kundra, ato t'i ka meke dhe une. Pas shkojnë këto punë kështu, unë jam këtu në kursit gjamiës për me të ndihmu, unë jam në kursit gjamiës për me të ndihmu, me i lanë gjonat në vendin e vetë, me i spjeguti, me i mësu prej muhe, ashtu qish janë ato, edhe ashtë sa janë. Walau sha Allahu lahadakum ajma'in. Tha me pas desht, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, me pas desht unë të gjithë ishin rrugën e drejt. Walau sha Allahu lahadakum ajma'in. Tha me pas desht unë, tha të gjithë ishin rrugën e drejt. E mirë pra. Po pse s'pra s'ka dasht? A i kjo po i mundon njerëzit. Pse s'ka dasht, tha? Mirë. A i fmija që hinin shkollë dhe si boni dhe tirat, a ka i obligum me i baske? A i ka si a i qetri? Si boni dhe hangre shkop. Shkopi i mësusit në dorën e fmijës në këtë ko. A është i arsishëm, a i pa arsishëm është? A është i arsishëm në dorën e ati që si ka bo dhe tirat? Se djethat dhe tirat vazhdojnë për kejt. Pra gjahennemi është i arsishëm për njerëzit pastaj që e lanë rrugën. Edhe gjenneti është i arsishëm për ata që e mbajnë rrugën. Allahu tha në Kur'an e Kerim, li jahlaka men halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Tha për me hin xhehenem, ai çishe ka meritu me argumente për mos me pas çka me thon. Tha për me hin xhennet, ai që meriton me pas me hin xhennet, ai qetri mos me pas çka me thon. Tha kështu po e bëjmë këta. Po i lam rrugët çel, edhe po i thojmë njeriu, zgjell. Për atë unë thash kam të drejtat e ura me piskat ato. Kush doje të ura bdalet piskas. E pse ka drejta tham se kjo fush e cila ka emnin dunja është fusha e hedhjes së argumenteve. Edhe këtu luftohet vetëm në bazën e argumenteve, s'ka ma tamla edhe ma të forta se ato.
mirë, po do qërë nuk kanë ditë me trajtu këtë problem, nasi kemi faj. Disa njerëz nuk dinë me trajtu këtë problem. Ato në vend tas se ta përdorin argumentin e logjikës, e përdorin argumentin e pushkës. E përdorin argumentin e topit, e përdorin argumentin e tenkut, e përdorin argumentin e raketës, e përdorin argumentin e asaj që e fojës. Ja, për shembull, kje ti sot njerëz si thoi. Kur ta hupe luftën të shtëpia, e fiton në kujshi. Kësi soi njerëz. Të shtëpia e hup luftën, në kujshi e fiton. Kush janë be këto? Kush janë këto njerëz? Njoni të shtëpia me gruën, i shkon pisklima në qilë. Kur dalen kujshi, aq interesant, që gjalli kujshijës, pëtu nga du të me shku me ja hek kaputin, asi zët nije, kaput du të me ja hek edhe me ja varë, me ja bajt kundrat, me ja këpucët, me ja ngrejt bastorin, me ja vu qadrën me një ven, me ja fshi sizat u bo beti se ardhë filoni po ven, një familje, një fis qonë kom, 10 fise si filoni po ven, a i të shpia me gruën e vate ka qitë gruja pinkri e të shkallëve poshtë. E ka qitë dëpi shkallëve poshtë i ka thonë zërë. Gjitha i burë. Gja i burri madhe ka urdhë gruja për shkallëve. Po në kujshi, këtu e ka unë luftën, po në kujshi e fiton. Që që fiton për në kujshi ki? Po e hup luftën të shtëpia me familjen e me gruën, e fiton Bagdad. Që shtu e fiton? Kur gjos bo që të sen? E hup luftën me gruën, e fiton Bagdad. Kur gjos bo? Që shtu e fiton? Edhe kësisoj njerëz kalojnë se argumentet e logjikës, ato që njerëzit e mençur i hedhin si sita e ujin në lehe, aq bukur, rrëllshëm edhe bot, ato si din këto punë, se s'kan mundësi me ullë me diskutu me argumentet e shkencës, me argumentet njerëzore, me argumentet bindse, me argumentet heshse, nuk kanë mundësi, bisedojnë me argumentet qera. Allahun Kurani Kerim tha kjo bot, kjo jetë e juve se ka kështu. Ka thonë wala usha'a lahadakum ajma'in. Ka thonë me pas desh ju kisha shti keve në skaj, me një skaj prej skajeve, çka të dojsh në unë banë, që po ju kam lënë të lirë. E çka do të thonë ju kam lënë të lirë? Folni. Edhe thune atë që e mendoni, po argumentoni ata që e thuni. Thuni atë që e mendoni, po argumentoni atë që e thoni. ولو شاء لهداكم أجمعين. Ka thonë Kurani Kerim, kanë nasu ummatan wahida. Kanë qenë njerëzit një din. Kanë qenë njerëzit një popull. Kanë nasu ummatan wahida. Wa ikhtalafu. Tha i kanë da mendimet. O hoxh, e kur? Po ai na bash çiket po dojmë me ditë. Kur janë da këto? Fa kana an-nas inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitab. Feja ishte islame, islami ishte fe prej Ademit. Tha wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba, e undan qerët që ju qumë libra na, kur undan ta dim ma shpejt? Min ba'di ma ja'ahumul ilmu, pasi që ju zbritëm argumentet undan ato. Do than po, kjo a fjala vërteta Allahut. Do than jo, këta Muhammedi vetë për e ben. Kjo a fjala ti, tama, kush i ka fajt? Allahu a njeriu. Jo, Allahu s'ka, ai nuk i harton di rrugë për njeriun, ai harton vetëm një rrugë. Të vërtet, qëtër si ka thonë, kjo rruga që zgjedhin njerëzit. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum. Tha njeni po i hip në krije qetrit. Kështu tha Allahu xhalla xhelalu. Njeni po i hip në krije qetrit. Tha, po mos ti posedon të aj argumentet e hekurit, me këtë të gojës ka pas mundësi gojen me qelë. Po mos ti posedon të argumentet e hekurit. E mu për këta në surët të Taube në Kurani Kerim, neve muslimanve Allahu nuk në tha, ju mas jeni të mitë musliman, u duni me pas shpijen me podrum, me hin podrum atje, u duni me bo aqë të meqëm, me hin podrum me mshel derën, edhe dritarën e podrumit, edhe shullin me janu për mas. Shull, i thojnë shull. Me janu shullin për mas, edhe me u bo ju turt mës me fol as një fjallë, se qërët kanë argumentet hekrit. Ju s'ban me fol se ju një të mit, ju një të but, ju një të menqur. Jo, në surat u Tauba, Allahu Gjelle Gjelalu tha, wa iddu lahum mastatatum min kuwa. Argumenti hekurit, me argument hekurit, kështu tha në Kurani Kerim. Argumentet e fjallës me argumentin e fjallës. Argumentet e drunit me argument drunit.
argumentet e hekurit me argumentet e hekurit. Tha kështu e keni ju obligim. Gjumi e band vetën, flini, flini. Hua alladhi anzala minas samai ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun. Argumentet rjedhen në suratun Nahl për qenjën edhe ekzistimit të Allahu Gjelle Gjelalu. Argumentet të qarta. Tha ai është Allah i cili zbriti ujin prej lart, prej nalt do me thonë, i cili zbriti ujin prej lart. Edhe tha lakum, për ju. Ma këtu janë ketë më sheftat e këti dini o bura. Tha për ju. Fihi sharab. Tha me pi. Ujt shiut me pi. Uj numër 1, maj lami, maj pastri, maj filtrumi, maj qarti, maj dashuri, maj shëndoshi për njeriun, është aj uj që i be prinalt. Me kusht që ju mës të keni bo një fabrik kimike poshtë. Me kusht. Se në Gjermani ka një shi i cili të na halasa lajmru, do të lajmruat edhe pak kur të bomi na zengina. Kur të bomi na, kur të zhvillojmë shti, kur të zhvillojmë na fushën e zhvillimit teknologjik, e të hecmit e para, kur të ndërtojmë shti fabrikat në sobë, Mazdar, Ketunej, Tirinsifir, kanë 20 gjak, kanë 300 metre për pet, e pastaj ato janë fabrika kimike, prodhojnë qka mos, e kur dale timi nalt a gje, bëhet mjegull, kur të bjere shi, prej ati timit qimirit, zhdrip të poshtë me ta, edhe bjen lakna. Bjen praz, lakna rritet me tim, apo rritet me tim, e rritet me tim, bëhet e madhe me tim, pra, i thojnë gjermanisht, shqip i thojnë shivi thart, gjermanisht i thojnë zaura regën. Po, shivi thart e ka emnin. Shivi që ka e merë timin e o gjakve fabrikës të poshtë. Shqyqirë që s'kimi o bura kësi senën, ato e pa në gazepin a gje. Ato u mitën të gjetë qare që ta hupin shivin e thart. Tha minhu sharab, keni prej ti uj me pi. Kanë thonë djetarët e mdhaj, kejt uj që e pim na, ash kejt prej shivit a ka dhe burime qera, i kanë da mendime normal, kanë thonë jo, kejt uj që ka e pim na, sa shi shivit, ashtë një pjesë e ati e shivit. Allahu ka thonë Kurani Kerim, ju pini uj shivi, kështu ka thonë. Pa pim edhe qeter na, ka thonë, pim uj kroni, edhe pim uj pusi, në regull, pa uj pusit edhe i kronit, ka prej ardhem, a prej poshte, ka prej nalt. Disa kanë thonë, kejt ujit qka është prej nalt. Kejt qka është prej nalt. Po na kemi mësu të shkolla në libra gjetë biologjie, sa cëlla lënde përfshin edhe unë s'po e di, po e kemi mësu se a gjetë bjen shitën e hez për mi tokë, hinë nër tokë, mu që ashtu azati. Bjen karasa efte shi, ka hinë nër tokë, të ne ka mbet nër tokë edhe a bo sa të dush. Shti ka pra në tokë, mbi tokë, nër tokë, edhe nalt ka. Me rëndësi këto, qka është me rëndësi? Me rëndësi është të dim na, se na të kuj uj pepim. Kjo tema jo. Të kuj uj pepim na. Me të kuj element na po jesmi gjallë, me të ati që shpesh herë për harrojmë. Me të ati që argumentet ati për i lomë mas shpine. Tha wa ka ejim min ajetin, jamurruna alejha, wa hum anha muaridun. Sa shenja, sa argumente, o njeri, për i kalon të përskaj ative si mbyllën. Po i kalon si mbyllën, e s'po i shef se ato kanë shenjat e Allahu Gjelle Gjelalu. Njeni prej shenjave je ti. Wa minhu shajarun, tha Allahu Gjelle Gjelalu, prej ati uji që po e pini, prej ati uji që pisjel bjen prej lartë dhe po e pini, tha Allahu na bojmë pem prej ati. Minhu tusimun, tha pem që ju në to pem i kullot një hajvan të juaj. Kurani Kerim, a i mu për këta është mu gjize, mu për këta mrekulli. Tha na prej ati uj që, një pjesë pini ju prej ati. Tha bojmë pem, e prej ative pemve, në to pem ju i kullot një kafshën. Ku i kullos me be kafshën pem, mara o gjo. Që shto thujti, s'prish punit. Ku i kullos me na, i lidhmi, lopta gjinalt, i hip minalt, kullosin pem, i lidhmi. Jo, është fjala, pak ma largë se kaq. Këtu është gjami. Këtu spjegohen gjonat si pas Kurani Kerimit. I nderuar i xhamat, është fjala për një dru i cili bin vet pa mundin tan. Ajo është druni që e ketin mal, edhe i shlon lopët e tua dhe ato han dushkin e ati, që ti s'ke dhon as një mund për ta. Ajo është druni shkozës, është druni frashnit, është druni dushkit, është druni bungit, është druni çarrit, është druni pajës, është druni majës. Kollosin delet e tua dhe lopët e tua prej dushkit ati. Është këtë në Kurani shtim. Po ndëgjo, po pse po e cek, çka po do me na thonë me këta? Unë po du me i spjegu njerëzijës. Si kejt hoxhallarët.
Se në Kurani Kerim, nëse ka dikush interes me pa ku shkruan kjo fjalë që do ta tham tash, në faqen 223 të Gjuzit 19 të komentit Razi, Fakhreddin Razit. Ai thot kështu: mos e shtin në shtëpi parën e drunit që e ke që e ke pren mal e se ke mjell. Ai thot mos i shtin në shtëpi parën e drunit që e ke pren mal e se ke mjell. Rëzki e hajvanit. Allahu tha në Kurani Kerim: minhu tusimun, tha jo kafshet e juve i kullotnin ta. Fjala saima vlen është fjala për hajvanat që shkojnë vetë dhe vinë. Për ato fjala saima ka një fjalë këtu të nau, nëse di e cilës gjua, se dia a shqipa sa, po ekziston ajo, i kanë thonë tonë të hergjele. I thonë hergjele, i thonë ati hajvanit që shkojnë a gjë dhe një korri bilose sërri dhe ven. Hergjele, mirë, na i kemi shlu ato me kullot, ama javë kemi pre hisën, javë kemi pre drunin, qka kemi bo pra? Kurani Kerimi edhe këtë teme ka rref, edhe këtë teme ka rref, thëmoni, këto pare mos i shtinin dorë, mos dila ti, po unën mal tonë, po dal, edhe po pras aty, edhe po e bitë shpia, po e gjegi, ti po e gjeg, po qka jetu bo, ti jetu e bo pra kështu, ndëgjo mirë, ti jetu e bo kështu. Njanën lop, e ke shlu në mal, ke shkuja ke pre drunin për para që mës ketë ku me hongër, ja ke gjeg malin, kemi na zotnitash, ja shtin malit flakën verës, e gjegin ato, pse e gjegin ato e din, po e gjegin kresore, e pastaj gjegin edhe shka ka në mal mo me ta, në regull, ti ke di lop, njënën e shlon mal, malin ja ke gjegi dhe ja ke pre. Mirë, qëtërën lop e ke shlu në fush, me këtë lop, ke met pa hongër se ja ke pre ti, qëtërë sa gjeja ke hongër malin ati qëtërit, unë se di qka i ke bo kësa i bote pra. Kësa i thojnë drejt për zdrejt i njoni, ash aqi menqur me nxes, kur qohet në vend se pantolët ti vesh pa e ka lomën e vesh setrën. Te kompë, me kompë, ishte i kompë setre. E qish del që ki në rrugë, pra, që shtu janë populli jonë kur ti bojnë këtë punë, ato i konsiderojnë vogla, na jemi të vetë dishëm, ato i konsiderojnë vogla. Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu, ka falë të në mend në krijet lopës, e ka emrin e lopa publike në fush. Që më shë edhe prej lopëve ka hanëm. Pe grave ka hanëm, edhe ka gra, po. Do janë gra, do janë hanëme. Ato shka janë gra, ato lajnë, fshin, punojnë, drejtojnë, e pregaditin burrin, e ushenë mire veshin, kanë qef në sokak që i burri ative tjeti veshëm, mës jeti përlang, mës jeti shkoqëm, ti ketë hiesh do gjo. Ato shka janë hanëm, ato veshen, burri duhet me maru salatën vot, duhet me ngri, duhet me laj, me fshi, e me prupi sheri, pifushe kejt, se gruën e ka hanëm, apo? Pra ka dalim gruja prej hanëmit, a? Ka dalim shumë të madhë. Ju mësë bani më rakë se ju asë një hanëm si kini gratë. Se hanëmët kanë dek, hemen, kanë maru mo. Se agalartë kanë dek. Kur desin agalartë, desin edhe hanëmët. Ajo hanëmi të në një dit e banë fëstonin mo ma shumë se banë, se ajo s'don me la. Du të qëtër me i ble. E ka mastrafin e ranë. Edhe prej lobëve ka hanëm. Do si ti në gjitën një lugës që ati harën me artë shpia, do njënja veç dele këshira ta thët, ja e pa në prej karoja, drejt ja ma ka u dha kërës të poshtë. Se a gjenë fush ka but, a gje ka bostan, a gje ka lakën, a gje ka pepën, a gje ka kalamoq, a gje ka kalamoq atë njëm, a ja hanë misrëja gjenal, Allahu gjelle gjelalu tha, ki ka dënimi juvë,
ki ka dënimi juve, se ajo e pat venin nalt atje, ki ka dënimi juve. Pra unë ju dënoj juve në mënyrë që ju faktikisht se dini se shka pëndo. Unë ju dënoj juve kështu. E ti ven katon të ne qëtë komisionin. Ma kish hongër lopa filonit bostanin. Dalin katonartë e qmojnë ata 200 mark zëllum, të ne ti thunë nashme se katonarë për ja fali, të ne vazhdon zëllumi. Se ti ja fal, a i zëllumi vazhdon. E para ta po silën këtë punët e tona kështu rotull, para ta po silën punët e tona drishk, mbi drishk, e nas po dim shka me botëne. Tone po dalin prej neve gjem, që kanë pi prej tamlit laknës filonit, prej asaj lope po dalin gjem të tonë, si gjem të ative. Inne fi dhalike le ajeten, li qaumi, shëgjërën fi të simun. ينبت لكم فيه به الزرع والزيتون والنخيل والعنب. Tha me këtë ujë të shenjt, i cili unë pa i thom ashtë numri 1, me gjithsej sa numri 1 ujë i shivit, ka dhe më të pastër, edhe di ujna. Para ujë i shivit edhe di ujna janë më të pastër, po unë po foli se ki me shumica është ma i pastër. Javë kalon këtë ujnave për ka shumica, se më të mire, më të dashëm edhe dijan. Njone është ujë ma i dashur edhe ma i shenjti që ka pikë në këtë tokë, a i që duli prej dorëve të pejgamberit a.s. të shku në të bukë. Ujë i dit është ujë i zemzemit, e pastaj vjen ujë i shivit, po na zemzem inshallah, po. Atë ujë në qëtër inshallah na jep pejgamberi jon me dorën e ati prej ati haudit gjennetit me izin Allahu xhalla xhelalu ditën e kiametit. E këtë qëtërin e kemi të përditshëm. Çka ban ki që të sanë tha yunbitu bihi zar'a, yunbitu lakum bihi zar'a. Allahu xhalla xhelalu me këtë ujë juve javë mundëson me bimët e juve, farat që i heldi. Një komentatori Kurani Kerimit tha, o bujk, kështu ka thonë një komentatori këti ajeti, ka thonë, o bujk, bujku në ka therë, edhe ki shembull neve në ka hije se na jemi bujk. Tha, o ti bujk, kokrën që e ke qitë në fushë dhe doli arë, doli kojsi, doli mollë, darë. E din sa pëmë të kanë bi, ti më një ardhu, po një, kam melë që një darë dhe kam në borë. A i komentatori i këti ajeti tha, jo tha, ditë kanë bi, po ti s'pa i shef. Ko e qetra? Tha ti e ke qitë farën tonë e narë, edhe ke shku me ra me fletë, e pastaj ka shbrit Allahu xhalla xhelalu ushi, e ka qa farën tonë në dion, pra, një në ona në gjitë për pjetë me dege, flete, frite, kurse qetra onë ashtri tokës të poshtë të tëllës dhe i thojmë roj, edhe ajo pëmë, edhe ato rejtë asaj janë pëmë, pra ajo pëmë bi tokë, e pëmë nër tokë, tha 2 pëmë, kush, pika, kush insha Allah, tha Allahu xhalla xhelaluhu, unë jam ai që i qoj me bi këto bimët e tua, disa i ka cek me emën, në nakhil, ju në bitu bihi zara, nakhil hurmën, e zejtun, ullirin, e pastaj rushin, e bostanin, e qetrën, tha lekum, për ju. E ilahum ma Allah, a ka 4 zot veç Allahu xhalla xhelalu? E ilahun ma Allah, a ka zot 4 veç Allahut? Tha jo s'ka zot 4 veç Allahu xhalla xhelalu. Atë na e mellim edhe një me, e vërteta bim me flet. E pastaj na flem, e bostanion rritët, me isbrami veç këputët prej neve dhe hatë. Edhe harrojmë Allahun xhalla xhelaluhu. Le që bot i mirë, ashtu që shbot, po edhe farat në medesi ka për në mot. E mellim duhanin, qatë tistin, qatë qashtu që shash, atë fe pelimi që kemi i thu me te botën, e kemi i thu dunjon, i smuti edhe i shnoshi prej neve po kanë zarar. A i që prej neve e pin ata me shumic, e dhen pastaj pa kur një fe derti, pa kur një fe gajle, pa kur një fe ndërgjegje të mrenshme, ven namaz sabah e ndrek e nalën saf, e ven qetri që me atë pun nuk mirët fare, e falët me neve ngat, e a i don me vjellë në saf nga era neve që na ven, po a i që e pin edhe e ban këta s'do me dit fare për këtë pun, se ja thot, po në ta pi edhe a i, ja thot s'kam shka me i bosën pelo, nuk nalët me thonë, o Zot, o Allah jem, unë s'jam të dit fare që ka jam të bo. Njoni ka vjell në saft në namazit, pre ati që po i vjen era duhonit, ka vjell në saft. E ka prish abdesin, edhe e ka prish namazin, e pastaj ka prish qerve namazin, e ka shumtu i badetin më dashur të Allahu xhalla xhelalu,
për hatërt njonit I cili sa është gati me kuptu se çfarë sendja është ai të bo gjithsejt, I cili sa është gati me shtin koka ta me thonë, ja, unë e bona kështu. O vllavi jam I dashur. Edhe ketë, e mjelti, edhe rritët kërë di unë shka bëhet, më nalt, I ithë në roj, I ithë në deg, I ithë në flet, I ithë në fara, edhe atë farat për në mot I ka nalt a gje. Allahu Gjelle Gjelalu tha, si dush ithë, di rrug janë, si dush amël, si dush ithë, farën e tamlës nëse donë me taruj që kërë ke këtë, farën e tithë si dush me rujt, edhe këtë taruj, di rrug janë, zgjedhe njonën. Wa min kulli thamarat. Falë Kurani Kerim, zejtun, nakhil, hurma, ulliri, bostani, qetra, edhe ka krika, thonë. Edhe rush, wa min kulli thamarat, tha pastaj e kejt kokrat mo qera. Si ka cek mo me emna, se duhet me ukri Ramazana sa janë ato. Tha edhe prej gjithë kokrave. E shka prej gjithë kokrave? Nalu para aktive. Na, kete kemi për qëllim, gjithë mund për e thojmë. Nalu para aktive, shiqo, me ndo pak. Shiqa, thash, një farë bëstarin që ke mil, dhe gjë mirë, e ke mil një farë bëstarin atë që ti thot gjak, i ke mil 5, po një e len murit. Edhe a I ti ban 5 copa ka 15 kg, këto bën 75 kg mal I ke prun të shpia, o I dashur, 75 kg mal ka 3.000 fara mrena, ka 10.000 fara mrena, 50.000 fara për një, ti ka që Allahu për në mot hedije. Sa është a interesum, sa pagunaj, sa është a interesum me dhon ti e ma shumë se mundi jët. Pa kur një fa problemi heq. Edhe na kalojmë, njëri u kalon, I verber kalon me si mbyll për skajtive fenomeneve të Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu. Ka thonë, inna fi dhalike le ajaten li kaumin yatafakkarun. Tha, këto janë shenja për ata që I kanë men me mendu. Kështu tha. Këto janë shenja për ata që I kanë men me mendu. Me të vërtet duhet mendohet. Me të vërtet duhet ndalet njëni prej neve para fenomeneve të Allahu Gjelle Gjelalu. Unë kam një farë sa jemja. E nojnë tokë, I qëtë Allahu I prej nalë bin, rritët pëm të poshtë, pëm për pjetë, loj fryte, loj kokre, loj fare, edhe a I kalon me ndonë se a boj I madha I. Edhe mes prabi harran kejtë dimni thot, o e kam punu mu ka bo. E kam punu mu ka bo. Kejtë harran se qetre e ka punu e si ju ka bo. E kam punu mu ka bo. A I shite pra. Urdo shite, e s'po shitet. Tama. Pro s'ka në nkri kejtë punta, po. Po e shita, hoxha. Ha? Hajde urdo në haje pra. E po doktori më ka thonë mës me hongër. Urdo pra. Hala sa kri kejtë puna. Ka thonë doktori ti me hongër veç buk të thekve s'pa krip. Edhe krip jo ha. Po që ajo barëm nuk hargjitët veç sa duhet. Që ajo barëm veç sa duhet bletë edhe hargjot të shpia. Edhe ata jo, tha pëse. Më ka thonë doktori, priti sakin e kije. Shumë atmosfera. Pa krip, buk thekni pa krip. Qka u bozot një ti, na ke dim a gjë që ke fabrika tuat. Na dim që ke hotelet ja gjë, po I kam ato ama veç buk thekne. Ka një risk. Buk theknës. A që ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu, pra e ke punu, e ke rrit, e ke mjell, abo, e ke kor, e ke shit, me hongër, s'ka me hongër. Me hongër s'ka. Kjo është kejtë qetër tim në veti. Na duhet ndalimi para madhënijës Allahu Gjelle Gjelalu, dhe thojmë, o zët, na po të thojmë tije se s'mujmë na shumë, na s'dim shumë, po feja jorë na ka mësu me një fjalë, mi ishti I kejtë punë. Elhamdulillah, me këta e mbyll, me këta e ban taman I nderuari. Me këta e ban taman, s'ka nevoj me thonë, po për kojësijat, po për kumlat, po për thartat, po për tamlat, po për mollat, për këta, s'ka nevoj. Thuti kështu, elhamdulillah, o Zot ti e faleminder të dorëzohem, edhe e ban taman. Vazhdoj e punën qëtër. Wasakhara lakum al-layla wan-nahar. Tha javë kam nënështru juve natën edhe ditën. Javë kam nënështru juve natën edhe ditën. Pra, punoni ndrimin e parë, punoni ndrimin e ditë, punoni ndrimin e tretë, punoni ndrimin e katërt, punoni ndrimin e pestë. Shka I e hoxha të bo për I zatë zotit, na kemi një ndrimi pari diti I treti, po I katëri I pesti që to ka dullën shti, ka I nxerët I këto. I pari pin 6 di u bo, e murën vesh. Pin ditërin 10 edhe këta e murën vesh. Po pin 10 6 edhe këta e murën vesh. Ku me mort 4 ndrimi edhe të pestin? Po burra po. Ka fabrika që kanë regullin me 4 ndrime me punu.
Ka fabrika që kanë rregullin me 5 ndrime, me 4 ndrime se keni problematik. E dini çfarë? Me 5 se mos ta dini, 21 ditë duhet me shkuën punë, për ditë një javë nuk shkon hiç, as me 5 ndrime i vjen. Edhe kja sistem pune, ato inxhinierat e vendosjes së orarit punës kanë arritë edhe këtë orar. Prej këtij orari kanë fituar më shumëti me 5 ndrime. Më shumëti kanë fituar prej këtij orari se këtu a shfrytzu punëtorin në mënyrë maksimale. Ti thu, po ai s'po shkoi kanë javën punë, çka kanë shfrytzu? Po mos harro, ditë me rën aktive ndrimeve kanë marrë ka dimotor në punë pa lishu të shtëpia. Janë mush orë me punëtorët tjerë dhe janë teprubile. E në fund, shka kanë zerë prej këti orari? Në vend se me punu 50 orë në mujtë, punëtorit i vend dikon ka 61 orë di punë. Do me thone kanë bo një njeri e gjimës. Këto e qëllimi. Prej një njerit me bo një njeri e gjimës. Tjerët e banën prej një njeriut për me shfridzu ata një njeri e gjimës. Prej sa njerëzve na duhet me shkrin tash me bo një njeri? Neve s'po na del as një njeri. Uzarën këtë krizë pas ka qenë ai filozofi grek. Si shte muslimanaj para erës ka ndodhë kjo, e ka kall një fener, një filozof grek, e ka kall një fener, në pik drekës, edhe pa allakat ke dishka në rrugë me ta, në ndritën e ati, në pik drekës, kalun dë burra, tha, qka po banë be? Tha, pe e kërkoj një burë. Tha, me fener në drekë, tha, pe e lipi një burë, mës për e gjoj. Neves në kanë hu burrat parasinsh, në i kemi burrat parasinsh, në kanë hu punëtorët. Burrat janë ati, në kanë hu punëtorët. Shumë njerëz duhet me shkri të bëhet një punëtor. Wa sakhara lakum al-layla wan-nahar, tha punoni natë. Sa është nënshtruar, punoni ditën. Sa është nënshtruar. Wash-shamsa wal-qamar, ja kam nënshtruar diellin. Neve na mat dielli me shfrytzu me të vërtet. Ja kemi xhep. Me ja kthi shpinën, në ulçin edhe në vakt luftës. Me ja kthi shpinën e me urrazit. Tjerët po i morin razët e ati, po i futin ato dritarët për me bon nxemjen e shtëpis, nxemjen e qytetit, nxemjen e banjës, nxemjen e fshatit, nxemjen e sistemit, nxemjen e shtëpis në përmet razëve të diellit. Anana ka met na veç me shku me gratë dhe me nusën, të nga nusën të ngratit tënd, se kemi zonë një nusë është i 6 muj kur ta morim, të parën ndërë shka ja bojmë asaj, duhet me qunë deniz. Me qunë deniz. Ta shti paska hi një kulturë e re, na paska arë, po i thejken edhe të na, mu i mjoltit. Na paska hi kjo kultura krishtere të na, po i thejken mu i mjoltit. Valla arabët e kanë mira, mjoltit i thojnë asel, kepës, basal, ato ja kanë lonë emin mu i kepës. O, i ndëruar që u bo me ti, nusën drejt 0 me të parën hera. Pa jo, ku ju bo rrumi asaj? Ku bo i shjazi asaj? E për nësja jo në ka spondilozën. A ki dëshirë me ditë ku ju ka bo? Normal du të me ditë se këti po shkon me shëru ata. Ju ka bo spondiloza në fotel të e këshirë televizorin. Palivrit hish filmi Diore Gjims. Kur qotim ledhëm damorët, asaj edhe i dhem të në shpina, e i dhem koma, i dhomin shumë pun, ju ka bo spondiloza të nejtë e ngujnjume para asaj nusës 150 gume një gun që i ka në dhomë. Dush me shnosh në lëqin. Allah, Allah. Allah, Allah. Shkoj largë puna, apo? Na shkum largë na. 300 mark si vetë i kemi morë prej verës, a 900 mark nusës me shku në lëqin. Të nësë kemi pare me pagujt rrimën, të nësë kemi pare me pagujt ujën, së kemi pare me pagujt bukën, këtë këto si kemi të në ven kamot. Kamota është haram. E ka dal, edhe unë do t'ju ven kamot, mos haroni ju, ka të nërë këtë stuin edhe misafirë së vazhdojnë për ato. Në para të hakit hoxës ka me ju vu kamot. Po normal, është këtë normal, unë tash kesh në kumandov në këtë havasat e kalla kërën, shkove me pagujt telefonin se kamot. Edhe ju kur ta shifni se ju ka në hoxha kamoti bini mas vetës edhe e krini punën e juve. Se shkon nëllë ajo, të në bona unë e zëngini mas se ha kamotën atë rast. Kur ta ha kamotën hinë gjehenem me krije edhe me kam. Zbashku me gjithë gjematin tem me kam e me krije hinë zjarmin e gjehenemit kus dilët o zot tiruna neve prej këti shërri. Se kja shërr i shejtonit profesional të kësaj bote që njerëzit me boksi veprime. Po na ban të mundën neve ti, edhe gjematit ton, edhe njerëzve që ta ndëgjojnë që ato si të hartë halal. Kafshët e ative nëse u shenë të shenë me halal.
para argumenteve tua mos të kalojnë dverbër, po të kalojnë të gjallë edhe si hapun, inshallahu taala. Ka thonë inna fi dhalika, në nënshtrimin e natës edhe ditës, në nënshtrimin e diellit edhe të hënës, keni shenja për njerëzit që kanë mend. Ka thonë inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun. Thonë në këtë ka shenja për ata që dinë me mendu. O Zot, na hap derën e mendës të menduarit që na të mendojmë drejt. Na hap derën e mendës të gjikuarit që na të gjikojmë drejt. Na hap derën e mendës së punës që na të punojmë drejt. Edhe na hap derën e të menduarit të zgjedhjeve që na ta zgjedh me rrugën e drejtë. O Zot, na ndihmo që na në këtë rrugë që na ke hartutit kam ngulemi. Edhe të qëndrojmë në këtë rrugë deri në fund, se mo na e dim se cila rruga e drejtë. Po ndihmo na ta vazhdojmë ya Rabbel Alamin. Lillahi al-Fatiha.